Zëdhënësi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, Lamir Thaçi, njoftoi se janë ndërmarrë veprime shtesë për të hequr dyshimet për mishin e pulës me origjinë nga Brazili pas skandalit në Shqipëri, ku u gjetën 8 tonë mish i kontaminuar me salmonelë. Në një intervistë për Ekonomia Online, Thaçi tha se deri tani nuk ka asnjë fakt që tregon lidhje me incidentin në Shqipëri dhe Kosovë. Përveç kontrolleve, urdhëresës për tërheqje dhe blokim të përkohshëm deri në nxjerrjet e rezultateve, ne po ashtu kemi inspektuar edhe depon e importuesit, të cilët i kemi bllokuar sasinë që ka pas në stok, e po ashtu kemi dhënë urdhëresën për tërheqje të një produkti të caktuar, dhe tani jemi duke i pritur rezultat. Deri më tani janë 10 mostra të cilat kanë mrrinë në laborator dhe ka filluar procesi testimi i tyre. Në ditën që do dalin rezultatet, ne me njëherë do t'i komunikojmë për media dhe qytetarë. Fusha kontrollit ushqimor është fushë komplekse dhe incidentet janë paparashikueshme. Mund të ndodhin në të ardhmen. Të natyrës së njëjtë nuk kemi pasur, por të them vitin e kaluar është dhënë njoftimin nga vetë shteti i Brazilit që për një zonë të caktuar, për një region, ka bërë pezullimin e eksportit për shkak të shpërthimit të sëmundjes infektive avian influenza, që janë lajmëruar gjitha shtetet me të cilat tregton produkte ushqimore, dhe ne si mas shtesë kontrolli kemi vendosur edhe në kufirin e Kosovës, dhe kjo është e kaluar, dhe ne jemi këtu të gatshëm, të mirë përgatitur që në çdo situatë të përgjigjemi konform rrezikut që paraqitet. Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë e Kosovës ka realizuar kontrolle shtesë në import dhe në pika shitje, duke marrë mostra për testim. Sasitë e dyshuar janë tërhequr dhe bllokuar deri në daljen e rezultateve. Kontrolli ka vazhduar edhe në kufirin Kosovë-Shqipëri dhe brenda vendit për të siguruar konsumatorët dhe për të garantuar sigurinë ushqimore. Rezultatet e testimeve pritet në ditët vijuese.